Si Kishë Katolike, po ndjekim situatën e vështirë, alarmante krijuar në disa zona të Shqipërisë. Si dioqezë në mënyrë të veçantë po ndjekim situatën e krijuar në zonën e Gojanit, ku zjarri, siç po shohim fatkeqësisht në lajmet e këtyre ditëve, po përpin e po djeg çdo gjë. Me shumë trishtim e keqardhje shohim që malet e Shqipërisë dhe lisat e gjata janë bërë shkrum e hi po shkak të pakujdesit tonë. Në mënyrë të veçantë, shpreh afirmitetin tim dhe afirmitetin e gjithë dioqezës son atyre banorëve që kanë humbur shtëpitë e tyre dhe në ta kanë humbur edhe çdo gjë. Sigurisht vazhdojmë edhe ndjekim situatën nga afër nëpërmjet meshtarëve katolike që janë angazhuar në atë zonë, Padre Andreas dhe Don Zefi po ndjekin situatën e sigurisht do të vazhdojnë të ndjekin e të rinë afër familjeve që kanë humbur çdo gjë. Mesazhi im është se pari një bekim për të gjithë ata që në këto ditë janë angazhuar maksimalisht për ta shuar zjarrin. Falenderojmë Zotin, me sa duket lajmit e fundit thonë që situata është nën kontroll, fal mundit e tyre. Ky falenderim e ky bekim bëhet edhe apel për të gjithë shqiptarët, që të jemi më të kujdesshëm në ruajtjen e ambientit e natyrës që Zoti na ka falë. Mendoj që kjo është përgjegjësia e të gjithëve për t'i larguar rreziqet, për të mos ndezur zjarre, sidomos në këtë periudhë kaq të vështirë, kaq të thatë